Ish kryeministri italian është kthyer sërish në qendër të vëmendjes vetëm pak ditë para zgjedhjeve parlamentare, duke u akuzuar se po vjedh votat. Lideri i të majtëve Pierluigi Bersani e cilësoi veprimin e Silvio Berlusconit një mashtrim, ndërsa kërkoi vënien e tij përpara drejtësisë. Akuzat lindën pas shpërndarjes me postë të disa letrave në rajonet përcaktuese të fituesit të zgjedhjeve, ku premtohej heqja e taksës së banesës nga ana e partisë së Berlusconit. Sipas mediave italiane, letra u paraqitet italianëve në formë zyrtare. Rimbursimi për taksën e banesës do të kryhet ose nëpërmjet llogarisë suaj bankare, ose do t'ju dorëzohet personalisht nëpërmjet shërbimit postar, shkruhet në letrën e shpërndarë nga partia e Silvio Berlusconit. Letra është shpërndarë në rajonin e Sicilisë, Venetos, Kampanjas dhe Lombardis, rajonet kyçe që përcaktojnë fituesin e zgjedhjeve. Sondazhet kanë treguar se është më e papëlqyeshme masa buxhetore dhe sjellja nga qeveria Monti në përpjekje për të rikthyer besimin në financat e Italisë. Besimi i tregut në Itali u rrëzua gjatë vitit 2011 për shkak të barrës shumë të lartë të saj të borxhit dhe vetëm tani ka filluar të shërohet pas dorëheqjes së Berlusconit si kryeministër.